një marrëveshje të re e cila pastaj e mohojnë vetë, askund nuk duket e marrëveshje e re e propozuar. Nuk shoh dhe një sugjerim apo propozim qoftë për arsim, ekonomi, kulturë, shëndetësi nga opozita shqiptare, përveç konstatime siç është kjo për diskriminim të komunave opozitare, që nuk është as pak e vërtet. Unë përmenda një shembull, mund përmend edhe 10 tjerë, siç është puna e UCS-it, mund të ketë edhe shumë tjerë, ku do shihet që kur është Bashkimi Demokratik për Integrim lufton për komunat shqiptare, pa më parasysh përkatësinë e tyre politike, njëjtë sigur që angazhohet për komunën e Çajirit, angazhohet edhe për komunat tjera, andaj duhet të rezimoj, duhet të debatojmë sa është e mjaftueshme apo jo kjo që është arritur, si mund të arrijmë edhe më tepër, me po në këtë kontribut të veçantë do të jepë një opozit e konsoliduar, një opozit që do ishte më reprezentative dhe që do kishte alternativat e vetë. Pikërisht një ndër vlerësimet e BDI-s ka qenë se opozita jo stabile, ashtu të them shqiptare, ka çuar në atë që BDI-ja çdo herë të fitojnë në zgjedhje. Bile zgjedhjet e fundit që u mbajtën në Saraj, ashtu u fitua një përshtypje sikur se BDI-ja e kremtoi pak më tepër se ç'duhet, duke mposhtur një koalicion PDSH RDK. A është kjo një fitore e madhe për BDI-n, zgjedhjet e fundit në Saraj? Fitoria është, nëse flasim nga aspekti partijak, çdo fitore e konsiderojmë si fitore të mirë, në këtë rast për shkak se u promovu edhe një koalicion i opozitës PDSH RDK, domethënë ishte hera e parë ku ballafaqoi BDI-ja me një koalicion të tillë, rezultati ishte ai që ishte, dhe nuk do isha pajtuar që kjo është promovu, është festu sa nuk duhet. Si parti, ashtë përkundërshtoni tezet se marrëveshja e Ohrit tashmë është i vdekur. Nga partitë të ndryshme opozitare ofrojnë alternativa për një marrëveshje të re. Çka mendoni ju? A ka kredibilitetin akoma dokumenti i marrëveshjes së Ohrit edhe pas 10 viteve? Para, domethënë, marrëveshje tjera nga ata që i promovojnë, i deklarojnë, por dhe i mohojnë vetë ata. Kështu që deri sot, pra edhe si qytetar, nuk kemi dëshmitate në një marrëveshje të ofruar të re, propozim marrëveshje të re, nuk kemi parë. Marrëveshja e Ohrit është një hapësirë e gjerë që mendoj që ofron avancim të çështjes shqiptare, është e vërtetë që këtë hapësirë varet nga ne se sa do e shfrytëzojmë dhe si do e shfrytëzojmë, po është një hapësirë që mund të na shërbejë drejt avancimit të çështjes shqiptare në Maqedoni. Integrimet euroatlantike të Maqedonisë varen nga çështja e emrit, kontestit me Greqinë. BDI-ja deri kur do ta pres VMRO-n të krijojë një terren të përshtatshëm të Maqedonasit për të zgjidhur këtë çështje dhe për të apruar në integrimet euroatlantike? BDI-ja në supët e saj domethënë ka marrë një përgjegjësi të madhe në këtë drejtim, udhëheq kryesisht me këto resor që kanë bënë me çështjet e integrimit, siç është edhe zonës ministra për eurointegrime. Po bëjmë përpjekje maksimale, po bëjmë kontakte të vazhdueshme me faktor relevant, si që janë Bruxelli dhe Washingtoni, si që janë edhe vizitat që kanë qenë të promovuara edhe në opinion, edhe vizitat tjera të cilet nuk promovohen. Ne do bëjmë përpjekje maksimale, jemi të përkushtuar maksimalisht, për shkak se ato janë prioritetet më të rëndësishme të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe të shqiptarëve në përgjithësi, dhe derisa shohim hapësirën më të vogël që mund kontribojmë, mund zgjedhim këtë çështje, nuk tërheqim. Në këtë vit është edhe samiti i NATO-s në Bukuresht. Kur janë në pyetje integrimet euroatlantike të Maqedonisë, BDI-ja përfaqësohet me ministrin e mbrojtjes Fatmir Besimin dhe
ministrin për kryeministrin për çështjet e euro integrimeve Teuta Arifin. Në qoftë se dështon edhe kësaj radhe Maqedonia të hyjë në NATO në samitin e Chicagos, a do të mbjerë edhe përgjegjësia mbi shqiptarët? Mos të paragjykojmë gjëra, domethënë të presim samitin e Chicagos dhe pas samitit do i diskutojmë këto gjëra. Në asnjë moment domethënë nuk i ikim përgjegjësisë, ne jemi pjesë e qeverisë. Ne kemi marrë edhe njerë potencioj mbi supet tona, jo rastësisht, pra edhe Ministrinë e Mbrojtjes, edhe zonës ministër për çështjen e integrimeve, që janë tehet e diplomacisë së këtij shteti drejt integrimeve, dhe po bëjmë përpjekje maksimale për gjetjen e zgjidhjes që Maqedonia të hapëron drejt integrimeve euroatlantike. Pas samitit do ulemi, do analizojmë, do debatojmë dhe do vendosin ashtu siç kërkojnë interesat e Bashkimit Demokratik për Integrim, siç kërkojnë interesat e elektoratit i cili e voton edhe të cilin e përfaqëson Bashkimi Demokratik për Integrim. Në të që të jemi ka fundi emisionit, në zgjedhjet deputet, pse zgjedhët të bëjnë të mbeteni kryetari i komunës së Çajirit? Në politikë jam pak më herët, edhe pse jam i ri nga mosha, po zyrtarisht prej 2005-s jam kryetar komune, jam antar i kryesisë qendrore, mandej edhe nën kryetar, dhe Izet Mexhidi pra nuk është intelektual i pavarur, nuk është person i cili luan vetë, e parapëlqej punën ekipore, e parapëlqej politikën ekipore, dhe për disa vendime vendosin organet e Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe aty ku do vendosin kryesia qendrore e Bashkimit Demokratik që duhet të jetë Izet Mexhidi apo të mos jetë, unë ato vendime dhe respektoj. Për ju politika është sakrificë apo privilegj? Mendoj se nuk është asnjë rast tjetër, është diku mes. Dekret në fund, zoti Mexhidi, duke referuar të dhënave zyrtare të Komisionit Antikorrupsion, mund të arret në konstatim se ju jeni kryekomunari më i varfër. Në këto kohë të pasurimit të marramendës të individëve, kjo disi tingëllon çuditshëm. Si arritet këta, nëse mund quhet arritje? Ja, nuk është çështje e arritjes, domethënë njëherë kam dilema rreth asaj se një funksionar mund të paraqet krejtësisht pasurinë dhe mos paraqet, domethënë kam janë dhëna zyrtare të Komisionit Antikorrupsion. Ato janë fakte, argumente dhe nuk ka çka komentohet. Në popullat kjo duhet të mirëpritet si një rezultat duke mos keq përdorur postin e të tjera. Është çështje vlerësimi, dikush mund ta vlerëson si çështje mirë, dikush mund të ketë vlerësime të tjera. Ato janë fakte, argumente që i ka mënyrë zyrtare komisioni, një pjesë atyre i ka publikuar, dhe mendoj se nuk ka se çka komentohet. Zoti Mexhidi, ju falenderojmë shumë që morët pjesë në këtë emision. Ishte një kënaqësi veçantë jemi mysafir në këtë ndërtesë të bukur të komunës së Çajirit, në këtë ndërtesë ku frymon gjithkund shqip. Ju dëshirojmë sukses, shëndet dhe gjithë të mirat në karrierën tuaj. Faleminderit për ftesën, cilës ju përgjigjem me kënaqësi. Është handicap që këtu në Shkup nuk mund ta përcjellim të vartin. Uroj që shumë shpejt të varti të rrezaton edhe në gjithë vendbanimet ku janë shqiptare. Uroj sukses dhe ju falenderoj edhe për informimin objektiv që e bëni prej themelimit deri më sot. Të varti do të frymojë edhe në gjitha zonat shqiptare nëse ka edhe ndihmën edhe të partive politike shqiptare, pa marrë parasysh që janë në opozitë apo në pozitë. Uroj që bashkërisht domethënë duke të ecim drejt sukseseve të reja, pra uroj që të vartin shumë shpejt
të shohin jo vetëm në Shkup, po të shohin edhe në Cërnilisht të Prelepit, sepse edhe atje tani kemi komunë shqiptare, edhe në Krushef, edhe në vend banimet, ku gjithkund jetojnë dhe veprojnë shqiptarë. Së të mishdit, edhe njerë faleminderit për shumë. Faleminderit. Pra të rishikues të ndëruar, ndoqet edhe një edicion të emisionit në Fokus, ku mysafir patëm kryetarin e komunës së Çajerit dhe njëkohësisht nën kryetarin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotin Izet Mexhiti. Deri emisionin e ardhshëm, mirupafshim.